Pse me PDK-n në këtë koalicion, mendoj që njëna prej faktorëve kryesore është edhe zgjedhja e Bedri Hamza si. Është e vërtetë që vetëvendosja nuk ju është kthy pas një përgjigje kërkesave të cilat i kemi dhënë ndaj tyre. Kam shpresuar që kanë ndryshuar mendje në agjendën që e kanë kundër familjes. Për shkak që e di që aty ka njerëz që kanë angazhimin politik në mbrojtje të familjes, mirë po fatkeqësisht edhe për shkak të veprimeve, edhe për shkak të niqasjes, edhe në këtë raport, domethënë shifjet që nuk e kanë ndërmend të lëvizin nga pozicionet të cilat i kanë pas në këtë agjendë. Pse me PDK-n në këtë koalicion, mendoj që njëna prej faktorëve kryesore është edhe zgjedhja e kryetarit Bedri Hamza si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Mu ka vrastis me bashkëpunu edhe në aspektin profesional në 2 mandate so kam qenë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, një herë në Komisionin për Mbikëqyrje të Financave Publike, pastaj në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transferet derisa është zgjedhur kryetari i komunës së Mitrovicës, por edhe si kryetari i komunës kam për shkak të bashkëpunimit në momentin që mendoj që ka pas nevojë për mbështetje si deputet, kam shkuar, kam vizituar, e kam takuar edhe i kam ofruar ndihmën për sidomos gjatë vërshimeve, kam qenë aty me disa miq ku kanë dërguar mbështetje si komunë edhe për qytetarët që kanë qenë prekun, e vlerësoj si një figurë unifikuese, për çka ka shumë rëndësi në këtë periudhë ku po jetojmë, edhe në këtë momentum politik çfarë është kriju prej pushtetit, mendoj që unifikimi edhe ndalja e krejt kësaj gjuhës të rrejtjes, linçimit, propagandës, ndamjes shoqënisë në 2 tabore, që ai që spajtohet si me mu është me listën serbe, është me Radojčićin, është me këta, domethënë ka kaluar në një gjendje ku ti je një person të komunikuar, një djalë i dëshmorit, i thonë që ti je domethënë me Serbin, edhe ati që ka luftu, edhe ka marrë plagë të luftës, si thu ti je shërbëtor i Serbisë. Ai shkruan prej Facebookut edhe kur në jetën e vet një kontribut për vendin e për shoqërinë se ka dhënë, por ja mundson sa rrjetet sociale në këtë momentum mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë me dikë i cili paraqet edhe një figurë të unifikimit edhe largimit prej kësaj gjuhës së urrëties e cila e ka plu, po e them, vendin ton, e që është e financuar, sponsorizuar edhe prej pushtetit tash 5 vite, nuk e di ku ja kanë qitë rrethin, po e them kështu në aspektin popullor gjuhës, por që ka me pas pasoja edhe dome shumë të mëdha në të ardhmen.